një sfidë për juve, apo na tregon çfarë këshilla ja kisha vetës para 10 vjetëve? Martesa. Me kalu një koma gjatë, pastaj me mendu a me martuaj. Mos me këshyrë domethënë interesin, paret, apo pasurinë, po me këshyrë respektin, karakterin. Me provojnë. Hajde. Po, ta du vendin tim, ta reagojnë ndaj këqijave që bëhen në vendin tim. Bëj atë që të frikson, ajo të ndjek më shumë, të udhëzon më shumë. Po na kallzon diçka të fundit që s'ke guxuar me bo, s'ke pas shumë guxim, po e ke bo dhe të ka dalë mirë. Me njoftu familjen, Me dashurin, e s'ke guxuar me bo qëta? Edhe që shëpre të në familja? super. Ashtë partneri partneri që e ke imaginu kur e konë të 10 vjeç. Halo maj mirë. Halo maj mirë. Mendoj një këshill që ja kisha pamit, okej? Deri në fund. Ndoshta mos më besu shumë njerëza. A ke hup shumë njerëz të afërt për shkak që të kanë tratuar në besim? Mas pari më besu më shumë te familjes prindve, edhe nuk ja vlen me besu të kujt. Bukurosha, mendove ti këshillën për moment? Hajde bashkë, qaj. Ma, kjo këshilla për unë e shumë bashkë. Për që të këshillë që ka që mirë, unë ty vëtë jabë 30 giga internet. 30 giga internet bëja dhurat partnerit që dojnë. Një dhurat për që jënë 30 giga internet, prej Super Simplified. Exact. Po të, qëfar këshillë i kështë jabë vetës para 10 viteve? Shkruaj në komenta.